Horoskopi ditor e premte 7 mars 2025. Dashi. Gjatë kësaj dite nuk do të mungojnë kënaqësitë për shumë çifte. Dikush do të kurorëzojë një ëndër dashurie, ndërsa të tjerë do të marrin lajme për zgjerimin e familjes. Për ata që janë vetëm, nuk do të mungojnë argëtimet, por edhe ndonjë njohje intriguese. Sa i takon sferës profesionale, do të ketë përmirësim, duke gjetur fuqinë për të rikthyer në lojë. Demi. Nuk do të mungojë dashuria dhe pasioni gjatë kësaj të premte, por bëni kujdes me xhelozinë. Nuk do arrini që të keni shumë besim, duke u ndjerë të pasigurt. Ata që janë vetëm mund të kenë takime premtuese. Sa i takon punës, mundohuni që të ruani kontrollin dhe të shmangni situatat tensionuese. Binjakët. Duhet të mundoheni që të luftoni me dembelizmin e dashuri dhe të vlerësoni mundësitë e reja. Në sferën familjare nuk do të mungojnë zënka dhe problemet, por duhet të tregoni të durueshëm. Një takim magjik do të bëjë që të rikthehet buzëqeshja për ata që janë vetëm. Në punë do të ndjeni dëshirën për të luftuar dhe të mos merrni parasysh ftohtësinë e kolegëve. Gaporja. Me ndikimin e planetit të Mërkurit në shenjën tuaj, mos u stepni që të ecni përpara. Do të arrini që të befasoni partnerin, duke qenë të parezistueshëm. Edhe ata që janë vetëm do të kenë një ditë interesante, sa i takon ndjenjave. Venusi do dhurojë momente të paharrueshme pasioni. Në punë do të jeni mjaft të favorizuar dhe nuk do të mungojnë mundësitë e vlefshme për të ecur përpara me karrierën. Luani. Është momenti i duhur për të nisur një lidhje, e cila premton të jetë interesante. Gjatë kësaj periudhe do të lindin një sër ndjenjash, ndoshta nga një miqësi, e cila mund të kthehet në diçka më shumë. Edhe ata që janë vetëm do kenë mundësi që të kenë lidhje të konsoliduara. Në sferën profesionale do të keni shpenzime të shumta. Virgjëresha. Jeni të stresuar, por duhet të mundoni që të jeni më të qetë për të përballuar keqkuptimet në raportin në çift. Fatmirësisht, qielli do të jetë i hapur për ju, duke zhdukur shqetësimet. Ata që janë vetëm gjatë kësaj të premteje duhet i bëjnë sy të katër. Në punë, shumë ngarkesë, në të cilën me vendosmëri do përballoni më së miri. Peshorja. Duke nisur nga kjo e premte, Mërkuri do të hyjë në shenjën tuaj dhe në jetën sentimentale, duke sjellë përmirësim. Nuk do të mungojnë mundësitë dhe takimet entuziaste. Ata që janë vetëm do të kenë më shumë durim, pasi ndoshta një simpati nuk do të marrë përgjigje. Në sferën profesionale, nëse keni punuar fort, ka ardhur momenti për të marrë rezultate. Akrepi. Kjo ditë do të nisë për ju në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo do të jetë një periudhë e mirë për të çuar përpara projektet në çift dhe për t'i konsoliduar. Për ata që janë vetëm, mund të ketë tërheqje dhe njohje të reja. Në punë do të hasin në vështirësi, ndaj mundohuni që të gjeni optimizmin për të ecur përpara. Shigjetari. Nëse jeni çift, mund të hasni në ndonjë situatë të vështirë për të menaxhuar. Mes raporteve në krizë dhe atyre të konsoliduara, do të analizoni mirë situatën sentimentale. Lidhur me atë që janë vetëm, parashikohen zgjedhje të favorshme. Sa i takon punës, po kaloni një periudhë me zhvillime interesante.
Britsjapi. Kjo ditë parashikohet e mbushur me qetësi maksimale. Nuk do të keni vështirësi në ringjallërimin e një lidhjeje, e cila ka nevojë për pak më shumë fantazi për të marrë jetë. Ata që janë vetëm do të jenë mjaft të tërhequr nga dikush tjetër. Në punë do të ketë të reja interesante, të cilat kanë nevojë për një konfirmim. Ujori. Kjo e premte nuk do të nisë në mënyrën e duhur, ku humori do të jetë i rënë, por fatmirësisht situata do të përmirësohet gjatë pasdites. Nëse jeni vetëm, mundësia për të bërë takime vërtet interesante është shumë afër. Mërkuri është mjaft i favorshëm dhe do të sjellë rezultate shumë të mira në punë. Peshqit. Periudha që po kaloni nuk është shumë e favorshme, ku do të përballeni me situata mjaft të rënda. Marsi do të sjellë grindje dhe përplasje të forta me partnerin. Ata që janë vetëm do të kenë flirtime interesante. Në punë, ndonjë fjalë më shumë do të sjellë mërzi, por këshillohet që të bëni durim.